Ky aks rrugor drejt Kumanovës përdoret çdo ditë nga qindra qytetar, por gropat e shumta po e bëjnë udhëtimin e tyre më të vështirë dhe më të pasigurt. Autostrada drejt Kumanovës është një nga rrugët më të frekuentuara në vend, por në vend të një udhëtimi të sigurt dhe të qetë, shoferët çdo ditë përballen me gropa të shumta, që jo vetëm dëmtojnë automjetet, por rrezikojnë edhe sigurinë në komunikacion. Gjithashtu, kjo autostradë po i detyron shoferët të shmangin gropat më shumë sesa të përqendrohen te vozitja. Po rra, gjithmonë, po mbarë që shën shoferi, kose qënë kadal, nuk mund të mundoha, me që qojë sikur që qojnë do, ajo katastrofa është. Po kalojmë varët, po sigurisht, kjo është një problem shumë i madh. Sigurisht që po, normal. Po duhet ndërmarrë hapat, normal, për me rregullu, se shkakton incidente, shpejtësinë me kontrollu. Sipas qytetarëve, kjo situatë po ndikon negativisht te shoferët, sepse mund të rrezikojnë edhe jetën e tyre. Po një herë, dy herë më tepër, për arsye se tash taksistët e këshirin llogarinë e vet, dalin ndonjë lëvërdi edhe rrugët janë damtuara. Po si jo, punon ndihmuj patjetër me të ardhur një defekt, sigurisht shumë, edhe të udhëtarëve edhe të shoferëve. Po rrugë duhet të jenë me standarde të mira. Udhtoni nëpërmjet autostradës Kumanov-Shkup ose Shkup-Kumanov? Bardha ki 4 herë. Shkoj, vi edhe fund. Shumë. Shka duhet me mërmosa. Ta që kam regjistruar kerrin, 300 euro mi murën, që këtë kerë. E ku janë ato pare? Qytetarët vazhdojnë të shprehin shqetësim për dëmtimin e autostradës, duke thënë se kjo gjendje po u shkakton defekte të shpeshta automjeteve dhe po rrezikon sigurinë e pjesëmarrësve në komunikacion.